Nga situata që ndodhin në kopshin tonë, unë në rratë pauroj një fëmijëve të jenë mirë me shëndet, edhe shkura atyre fëmijëve që dolen me sëmundjen e salmonelës. Momenti që u njoftuam që fëmijët ishin të infektuar, me urdhët e Inspektoratit Shtetëror Shëndetësor, u pezëllua, u mbyll kopshti dhe në momente që u mbyll kopshti, u morën disa masa. U bë dezinfektimi i kopshtit, u bën analizat e gjithë stafit dhe u morë dhe analiza ujë të pishëm. Në momentin që u bë dezinfektimi, analiza ujë të pishëm dhe fëmijët u përmirësuan dhe janë mirë me shëndet, atëherë inspektorati erdhi dhe urdhë që të hapë kopshti përsëri. Në momentin që Inspektorati Shtetëror Shëndetësor erdhi dhe urdhër, kopshti ditën e hen u hap kopsht pa drek, ku ushqimi nuk funksionon pasi kuzhina është e mbyllur. Tash ditën e hen janë pranuar ata fëmijë që kanë dalë negativ. Më vonë, kur fëmijët e tjerë që kanë qenë pozitiv dhe do bëjnë analiza përsëri dhe dalin negativ, do pranon edhe ata fëmijët e tjerë. Edhe tash të shikojmë se sa do frekuentojnë këto ditët e ardhshme.